ato parat që SPAK-u thot që vidhen nga buxheti i shtetit, janë para që po mos të vidheshin, mund të shkonin për ilaçe, zonja ministre. Mund të shkonin për arsimin, zonja ministre. Po mund të shkonin në favor të qytetarëve shqiptarë. Dhe kjo është një çështje politike. Përveç saj, është çështje politike po ashtu, sepse me parat që ju vidhni, zonja ministre, pastaj fitoni zgjedhjet. Para si zonja ministre, çfarë jeni? Nuk jeni zonja ministre? Me ato parashtesa. Me cilat? Cilat paracaktime? Unë nuk të tha atëherë, dëgjoj. Më fal, ju s'më dëgjuat me sa duket. Zonja ministre, ju nuk e mohoni dot që SPAK-u akuzon zvendës kryeministrin që ka vjedhur. Ky është fakt. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen juve? Dakor? Ky është fakt. Sepse, zonja ministre, kur ju kishit duart në para, SPAK-u nuk ekzistonte. Se po të ekzistonte SPAK-u dhe në atë kohë, do fliste ndryshe SPAK-u, edhe për ju. Kështu që mos na bëni tani sigur kemi një ndjeshmëri shumë të madhe, sepse flasim për të tjerë dhe s'flasim për ju. Unë përmenda faktet. Jo, janë fakte, zonja ministre. Janë fakte, sepse ju përmendët të rinj, zonja ministre, për të cilët flisni ju. Të rinj për të cilët flisni ju, edhe ju ishit të reg një rinj kohë, zonja ministre. E s'kishit asnjë gjë. Si gjithë ne të tjerët. E filluam nga iqi. Dhe kur flasim për të rinj, zonja ministre, që mundohen, që ikin nga Shqipëria dhe shkojnë jashtë, duke punuar, duke studiuar, duke bërë dhe 2 punë. E dini mirë apo jo, se keni bërë të rrugtim. Dhe pastaj përplasen dhe shohin që vetmja mënyrë për të bërë përpara është nëpërmjet vjedhjes, nëpërmjet korrupsionit. Kjo është pengesa e madhe për ata. Kjo është arsyeja pse nuk kthehen ata, zonja ministre. Dhe i lëm këto tani takime diasporën, këtu flasim gjithë për diasporën. Keni ndonjë përgjegjësi ju këtu brenda? Që keni shtuar të diasporë vit pas viti apo s'keni asnjë përgjegjësi ju këtu? Keni përgjegjësi? Ju nuk keni asnjë përgjegjësi. I keni kërkuar ndonjë ndjesë atyre kur i takoni? Na falni që u dërguam. Dhe flisi tani sa mirë i ka. Zoti Sheaj, ose fol normal. Tani, ose e mbyllim. Pyetja zonja ministre, është kjo. Pyetja është kjo, zonja ministre. Dhe është shumë e thjeshtë. Ju flisni tani se kaluam nga diplomacia ekonomike, diplomacia mjekësore, tani ne pas kemi për të dhënë, ne japim në fakt, se ikim për ditë. Por flasim për diplomacinë ekonomike. Pyetja është, nuk e di nëse jeni ndjeni, po para disa ditësh Bexhet Pacolli që ka fituar tenderin e aeroportit Vlorës, shkoti Taulanti i bën për të qeshur se korrupsioni tani është bërë. Hajde qeshim. Lutem se do të ndërpres fjalën, po morë me njerëzit. Hajde qeshim. Zoti Sheh. Tani zonja ministre, ose zonja ministre, do të ndërpres fjalën. Para disa ditësh, doli Bexhet Pacolli, shpirtin ja merrni ju qytetarëve shqiptar, Tauland. Shpirtin ja merrni ju, Tauland, mos fol për shpirt. Për ditë, duke i vjedhur. Mos fol për shpirt. Po ta ndërpres fjalën, për procedurë, se ike vendosni rregull, jo, për procedurë, zoti kryetar, për procedurë. Jo, kur thyen normat, ti o do mësosh të sillesh ti o do mësosh të sillesh, po do të mësoj unë ty do të mësoj mirë që ty do të vinë mend. Tani, filloj. Tani zoti kryetar, ka një deputet që i bërtet çdo deputeti, i bërtet ministrit, i bërtet ti je një zoti kryetar 5 minuta pushim nëse mund të kemi. 5 minuta pushim. E di pse mungonin ilaçet, sepse ndërkohë për të ndërtuar tunelin ne e bëm me 2 fishin e çmimit. 10 miliona euro vidheshin, ndërkohë që mungonin ilaçet. Dhe kjo ishte edhe pyetja që i bëra zonja ministres. Kjo ishte pyetja që i bëra. Thash, diplomacia ekonomike çfarë quajnë?
quajnë kur para përcaktojnë fituesin dhe ndajnë parat? Ky është modeli i kësaj qeverie? Tani ju thoni që nuk është e vërtet, thoni që majoranca juaj nuk shprehet në lidhje me gjyqet, në lidhje me akuzat, në lidhje me masat që merr drejtësia. Po kjo nuk është e vërtet, zonja ministre. Para disa ditësh, kryeministri ka bërë thirrje për lirimin e Erion Veliaj. Ka bërë thirrje. Kjo është fakt. Jo, kjo është fakt. Ka bërë thirrje. Kjo, jo, lexoj ti. Mere lexoje. Do ta ju ta lexoj fjalë për fjalë. Më fal. Një sekond. Ta themun, do ta nxjerrun. Më kape, ja ta shikoj, më kape ti apo kush kape? Jo, gënjeshtari e ti për atë punë, po lëre. Ta tregoj fjalë më fjalë, një sekond s'kam mbaruar. Kështu që kryeministri do ta nxjerrun Taulant, mos e vrim mendjen. Mos e vrim ti mendon se më kape Taulant. Sa erdhi një mendje aty. Atëherë, e dyta, e para, ka thënë nuk ka arsye pse Erion Veliaj të qëndroj në burg, që do të thotë Erion Veliaj duhet të dali nga burgu. 1. E dyta, sot Edi Rama, pa pik turpi, ka dalë në një aktivitet me Belinda Ballukun. Krah më krah. Zëvendës kryeministria nuk është në hetim, është e akuzuar, është e pandehur. Ka dal krah më krah. Nuk e komentojmë, thot. Po ç'a komenti do më shumë ti? Kryeministri në krah, zëvendës kryeministren. Një sekond. Atëherë, unë nuk e kam mbrojtur, O, zoti kryetar, mund të flasim ne apo duhet të Zëvendës ministre, qetësou. Atëherë, tha duhet të dalë Erion Veliaj. Pastaj del me zëvendës kryeministrin. Krah më krah. Pasi problem. Është e pandehur. Mos të flasim pastaj kur para disa muajsh ta po të guxoj spaku, të vit marri telefonin tim, po jam mbajti. Kur sa po kishin arrestuar Erion Veliajin. Po ky nuk është koment? Ja që këto janë gënjeshtra. Nuk është e vërtetë ajo që thatë, që kjo majorancë nuk komenton vendimet, i komenton një çka me të. Jo vetëm i komenton, por dhe i lufton. Para disa ditësh, Altin Dumani tha. Tani më fal, zoti Shaj, se jemi komplet jashtë renditës. Tani po përmend emra njerëzish, po përmend personazhe, po interpreton si duhet. Këtë e përmend progres raport. Nuk i përmend asnjë nga ato që kryetarin e Spakut e përmend progres raporti, po ato që thatë ju nuk përmend asgjë. Jo, nuk përmend asgjë. Tani do rrim tek renditës. Jo, do rrim te renditës. Te renditës jam te renditës. Nuk je te renditës, rrim te renditës. Para disa ditësh Dumani tha, jemi kërcënuar, kemi zbuluar atentate ndaj prokurorëve. Nuk e di nëse erdhi këtu lajmi, e tha te RTS-ja. E tha shprehimisht, asnjë nga kjo majorancë nuk ka thënë gjysmë fjale solidariteti apo dënimi ndaj asaj që i ka ndodhur prokurorisë. Ky është raporti midis majorancës dhe prokurorëve dhe drejtësisë dhe Spakut. Të tjerat janë llafe, janë propagandë boshe. E ka thënë një intervistë Holland. Prokurori Dumani ka thënë, si për cilin, ka thënë ai vetë, dëgjoj çka ka thënë, pastaj i ke pyetë, merrem pyetje nëse nuk të pëlqen. Po ta shpjegoj. Ka thënë që prokuror janë kërcënuar, dakord? Ka thënë që kemi zbuluar atentate ndaj prokurorëve. Ke thënë në gjysmë fjalë ti Taulant? Çka ke thënë? Në tregoj. Po thuaj, çka ke thënë? Jepi, çka ke thënë? Se ku ishte? Po. Tani ti ka thënë dhe unë do të gjej fjalët e Edi Ramës fjalë për fjalë. Po.